Përshëndetje Rilend, faleminderit që pranove ftesën. Më në fund themi mas një viti bashkë bisedim, u bo më në fund. Më në fund u taku Mali, se një vez më mu taku për këtë intervist, po ja ku jena sot. Okej. Qysh tu ka ndodhur sukseset e 2 albumeve? E jam shumë i kënaqur nga puna njerë që kam bërë, nga bashkëpunëtorët e mi, dhe për të 2 albumet besoj se ja kam arrit atë që kam kërkuar këto 2 vite. Me që jemi të albumet, a i kishe veçu pjesën e para apo të dytën? S'mu mi daj, valla. Gjdo volume ka atë potencialin e vetë si album. Edhe s'besoj edhe nuk mu mi daj. Për rita që përthu e kom pjesën e dytë, Faith. Pjesën e dytë, Faith? Për shkak të bashkëpunimit me Erdorisën që dihet. Normal, albumi i dytë është pak më i thellë ndaj meje, arsye që kam të fejuarën tim aty. Edhe ka më shumë domethënie për mu, por nëse flasim si albume dhe këngë që janë të publikuara, në fakt albumi i dytë ala ka këngë për të publikuar. Edhe shpresoj deri në fund këtij viti të publikon gjitha. Pa çka s'munë shumë me nis ditën? Ditën pa çka s'muj me nis. Le të themi s'muj me nis pa një mëngjes të bukur me familjarët e mi, edhe një kafe të lehtë aty përballë diellit. Okay. Rilend, me të pyet pak edhe për pjesën private, me çka të boni për vete Erdorisa? Erdorisa me mënyrën e qetësimit që e ka, edhe qetësinë edhe që e mban. Përkundrazi, a e kite pjesën e qetësisë apo jo? E kam unë, po do ja kisha lënë Erdorisës në dorë këtë pjesën më shumë. Okej, i ke lansu 2 albumet. Qa pas 2 albumeve? Qa ka tash next? Tash next janë edhe diku te 4 ose 5 këngë, që janë krejt me klipe, edhe që janë edhe këngë vere, edhe shumë emocione. A janë bashkëpunime apo solo? Bashkëpunime edhe solo. Sepse mundet të paktën një emër të një bashkëpunimit. Ta kemi ekskluzivisht. Një emër të bashkëpunimit. Okej, do ta jep ja emrin e Era Azemi që e kam me keshën time nga Tetova. Okej. Në qoftë se kishe konkuru në festivalin e këngës, e kishe përfaqësu Maqedoninë apo Shqipërinë ose Kosovën? Nëse kisha konkuru në festivale, për mua do ishte normal, do ishte për Shqipërinë, do ishte më mirë të konkuroj. Për kombin tim. Cili sen të bën më nervozu mas shumti? Jo korektësia do kisha thonë. Është diçka që më bën më shumti me që e nervoz. Ajo vonesa? Vonesa, okej, prap vonesa mund ta quajmë si normale në këtë kohë, se punë, po kolona, andej këndej, edhe është, besoj se normale është vënosh diku te 5 minuta, veç më si të tepërt. Rilend, a e ke menduar me e bon një EP me Erdorisën? Një shumë pyetje e bukur. Kam filluar të punoj disa këngë, që ta kem një EP me Erdorisën, po shpresoj shumë shpejt t'i kryem edhe do i lansoj gjitha. Okej. Qa të bën të lumtur? Një? Familja. Rilend, po do me të pyete pjesa e menaxhimit. A e kishe pas më të lehtë që jetash vetë apo edhe me dikon tjetër? Normal, më të lehtë do e kisha të isha në menaxhim, por jo se edhe jam shumë rënd edhe vetë pse i bëj punë edhe pjesë të gjithçka rreth të muzikës. Kjo është edhe pyetjet me Rilend Alimanit. Faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit për ftesën, Mali.